Detyra artistit është me hap shtigje të reja, pavarësisht çfarë të lashe i sjellin ato shtigje. Detyra artistit është edhe me thonë të vërtetën çdo herë, sepse edhe në art është shumë e rëndësishme me thonë të vërtetën. Ai që gënjen në art, ai nuk arrin shumë larg. Pra duhet me qenë shumë i sinqert edhe me thonë të vërtetën atë çka e ke mbrana, me nxjerr jashtë, me komuniku me publikun tënë. Dhe kur është ky komunikim i sinqert, atëherë edhe pranohet prej publikut. Natyrisht, gjatë kohës sa artisti jeton edhe krijon, është normale me u paragjyku. Sidomos nëse artisti trajton tema që nuk janë shumë të popularizume në atë shoqni, apo e ka një farë, s'po i them tabu, po një farë ndalese, një farë pengese prej shoqnisë, ndalesë morale, edhe pastaj ato nuk shihen shumë mirë prej publikut, po ka njerë edhe prej kritikut. Unë ka ndodhë, se jemi në televizion tash, unë ka ndodhë në një filan televizioni me mu cenzuru fotografit. Do më thonë, kur cenzurohet fotografia edhe me një institucion ku shërbet me e kulturu publikun, me i dhonë publikut informacione, atëherë të regon që kjo shoqni akoma është në hutije, akoma se ka gjetë rrugën e vetë. Kështu që, po, unë kam pasë teleashe gjatë realizimit kësaj pjese të artit tim, sepse për artistin nudo është, si me thonë, modus vivendi, i thojnë latinisht, dhe më thonë, është diçka jetike. Nuk ka artist që nuk... Ka interesim në vendin tonë për me realizu fotografi të tilla? Për fat keq nuk ka guxim. Dëshirë ka shumë, sepse unë komunikoj... Ka prej tyne që ndoshta vinë dhe realizojnë fotosesionet të tilla, po thjesht nuk i publikojnë? Për shkak të mentalitetit cilin ndoshta vjetën. Ky është problemi kryesor, domethënë kur ti realizon dhe zguxon me i publiku, atëherë vjen pikpyetje guximi i artistit.